Se na duhet ose pse nuk na duhet, nëse nuk na duhet feja. Çfarë do lloj feje? Çdo njeri e ka një fe dhe thjesht duhet ta di se çfarë është. Çfarë vendosin në krye të hierarkisë tënde të vlerave? Çfarë vendos ti, Dario? Unë vendos Zotin, përpiqem të vendos Zotin, Po si e vendos ti domethënë? Si e vendos në përditshmërinë tënde Zotin? Atëherë, nëse më përpara kur isha ateist, hedonist dhe bëja një jetë që kishte për qëllim vetëm kënaqësinë momentale, pra drogra, festa, dhe gjithë qëllimi ishte hedonizmi dhe provimi i kënaqësive të reja. Kur një person ka diçka sipërore në hierarkinë e tij të vlerave, qoftë ky budist, se budist nuk besoj në Zot, po mbroj budizmin atëherë. E zëm se jam musliman, e zëm se jam budist. Pra, çfarë ka në krye të hierarkisë së vlerave një budist është dëmshuria transcendentale, dashamirësia hynore, janë vlera humane ato. Dhe besoj që të gjithë njerëzit bien në unanimitet që dëmshuria, mëshira, dashuria, dashamirësia, virtyti, jetesa me kontroll të plot emocional, këto gjëra janë të vlefshme. Bu. C-i. Po.